Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Gerard McGurk, ka mbajtur një legjëratë të mërkurën para studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë me temën Roli i OSBE-s në Kosovë në fuqizimin e të rinjve. Studentë të këtij fakulteti që vijnë nga Kosova dhe shtetet fëqinj mirëpritin këtë ligjëratë të ambasadorit, i cili ndër të tjera çmoi jashtëzakonisht lart misionin që kanë marrë mbi supe studentët e këtij fakulteti. Fillimisht dekani i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Islam Hasani, e njoftoi atë me historikun dhe punën e fakultetit, teksa vlerësoi lart rolin e OSBE-s në Kosovë. And your presence here reflects the enduring commitment to those values. OSBE-ja ka qenë prej kohësh një shtyllë e rëndësishme e dialogut, bashkëpunimit dhe paqes në vendin tonë. Prania juaj sot këtu është një dëshmi e fortë e përkushtimit të vazhdueshëm ndaj këtyre vlerave të përbashkëta. Fakulteti i Studimeve Islame është themeluar në vitin 1992, që nga themelimi, ai ka funksionuar si një institucion akademik jo fitimprurës, duke ofruar një program 4 vjeçar me qëllim përgatitjen e kuadrove profesionale për nevojat e Bashkisë Islame të Kosovës dhe më gjerë. Sot fakulteti ynë mirëpret studentë jo vetëm nga Kosova, por edhe nga vendet fëqinje, kryesisht nga komunitetet shqipfolse, si dhe nga diaspora. For the bachelor program, some years later for the master's program. Ambasadori OSBE-s theksoi se ajo që studiohet në këtë fakultet përbën një nga nevojat më të rëndësishme për Kosovën. I also want to speak about a single idea, a golden thread. E konsideroj të rëndësishme ta theksoj se Fakulteti i Studimeve Islame zë një vend të veçantë në peizazhin arsimor të Kosovës. Ai nuk është vetëm një qendër e studimeve teologjike, por është një hapësirë ku formsohen mendjet e reja në frymën e etikës dhe shërbimit ndaj komunitetit. Dua të ndalem gjithashtu te një ide e vetme, një fije e artë që përshkruan gjithçka që ju studioni këtu, punën e misionit të OSBE-s në Kosovë dhe vetë ardhmen që po ndërtohet në këtë vend. Kjo fije është përgjithësia që buron nga dija, nga besimi dhe nga privilegji i të jetuarit në Kosovë. Yet I was also fortunate to have relatives who were Catholic priests. Ambasadori i OSBE-s gjatë ligjëratës trajtoi edhe tema të ndryshme që po sfidojnë të gjitha vendet e botës.